Gabimi I të devotshmit dhe sëmundja e paturpësisë. Gabimi I atij që është I devotshëm në dukje është më I keq nga të gjitha gabimet, ndërsa paturpësia është sëmundja më e neveritshme nga të gjitha sëmundjet. Thënia e Imam Aliut nxjerr në pa dy koncepte të rëndësishme: humbjen e një personi të devotshëm dhe sëmundjen e ignorancës. Le të thellohemi në kuptimet e këtyre fjalëve dhe të hulumtojmë rëndësinë e tyre në dritën e Kuranit. Për të kuptuar më tej peshën e këtij koncepti, do t'i drejtohemi Kuranit. Allahu në surën Huxhurat, ajeti 6 thot: O ju që besuat, nëse ju vjen ndonjë mëkatar me lajme, hetoni që të mos dëmtoni njerëzit nga ignoranca dhe të pendoheni për atë që keni bërë. Ky ajet thekson rëndësinë e verifikimit të informacionit përpara se të veprohet sipas tij, pasi veprimi I nxituar, I bazuar në njohuri të rreme ose jo të plota, mund të çojë në pasoja të dëmshme. Prandaj, një gabim në gjykim ose veprim nga një person I devotshëm mund të ketë pasoja të rënda si për veten, ashtu edhe për të tjerët. Në Kuran, Allahu na paralajmëron kundër sëmundjes së ignorancës. Në surën Huxhurat, ajeti 11, Allahu thot: O ju që besuat, asnjë popull të mos përqesh një popull tjetër, ndoshta ata të përqeshurit janë më të mirë se ata, e as t'i lejoj gratë të tallen me gratë të tjera, ndoshta ato mund të jenë më të mira se ato. Ky ajet na kujton që të përmbahemi nga tallja apo nënçmimi të tjerëve, pasi është një manifestim I papërfillshmërisë. Një sjellje e tillë jo vetëm që njollos karakterin ton, por gjithashtu krijon përçarje dhe armiqësi brenda komunitetit mysliman. Fjala e urtë e Imam Aliut shërben si një prokujtesë për të gjithë myslimanët për rëndësinë e ruajtjes së devotshmërisë sonë dhe shmangjes së korrupsionit moral. Ai na mëson se edhe individët më të devotshëm janë të ndjeshëm ndaj gabimeve dhe se ne duhet të përpiqemi vazhdimisht për vetëpërmirësim dhe vetëmendim. Ai gjithashtu thekson rëndësinë e shmangjes së sjelljes së poshtër dhe trajtimit të tjerëve me respekt dhe dinjitet. Duke menduar mbi këtë thënie, na kujtohet rëndësia e sinqeritetit në veprimet tona dhe nevoja për të vlerësuar vazhdimisht sjelljen tonë. Ne duhet të përpiqemi të jemi të kujdesshëm dhe të ndërgjegjshëm ndaj veprimeve tona, duke u siguruar që ato të përputhen me mësimet e Islamit. Për më tepër, ne duhet të ruhemi nga sëmundja e ignorancës, duke I trajtuar të tjerët me dashamirësi, ndjeshmëri dhe respekt. Allahu na udhëzoft të gjithëve në kërkimin ton të devotshmërisë dhe na ruajt nga gabimet dhe korrupsioni moral. Na dhënë Ai urtësinë për të njohur të metat tona dhe forcën për t'i korrigjuar ato.